Ofër 5% të rëmbullaksojmë. Dhe vendosja rritë dhe 49% që ka qenë vetë vendosja. Pra, Vjosa Osmani ka rritë që ta ketë një target, por kur të kish parasysh se kena pas ma pak se 2 muj. 2 muj ku që është shkput 100% zënja Osmani prej Zotit Kurti, të më thonë, kur ke fundi mesi prillit, ose 3 prillin kur nuk arret më vesh maj, ma shte 2 muj realisht. Për 2 muj është shumë problem me bin njerëz, se deri para 2 muj ju ke thonë që Albin Kurti është i mirë, Albin Kurti është i mirë e vendit, Albin Kurti, pra ka qenë notere e Albin Kurtit. Nuk ndryshohet mendimi si Dhe pastaj me një herë, pavarësisht se ka qenë Liga Demokratike e Kosovës duhet të përshëndetet për shkak të asaj generozitetit të madh që ka dhe futi dhe boni borcë të listës. Pra, për gjithë atyre domov që ka shkaktuar si borcë e listës, si kandidatë për kryeministër, me kaluar partinë tjetër, megjithatë ja krijoi mundësinë që të jetë borcë e listës, por që edhe sot realisht e ka shpëtuar. Tash këto që po mburrem kena rujt votat ato, ka shpëtuar me fytyrë Abdezikun dhe me thonë më mirë në një farformë edhe Abdeziku dhe kjo e kanë kthy borxhin njëri tjetrit. Kjo s'ka leju mu shkarku Abdeziku atëherë dhe kështu është. Ka profesor një farforme meritor për këtë ngritje në thonjza të LDK-s? Votuesin e LDK-s, qytetarët e Istogut në të parë, vetëm që kanë përbys hardën e kanë lënë të kaltër atë pjesë Istogut dhe angazhimin e zonjës Vjosa Osmani, shtesë me këtë strukturën e vjetër, sepse edhe LDK-ja sot do një pash plot qëndrime të ndryshme kishte tash pas asaj deklaratës së mbrëmshme komplet pa kuptim të zonjës Osmani, sepse nëse s'ki mujt me bu me 57 deputet, kur ka pasur vendosje edhe 15 LDK-ja, 75 dhe 15 bojnë 57 edhe 15 bojnë 72, 48 edhe 20 bojnë 68. Pra nëse u desh me pasur Osmani presidenti kishte mujt me bu atëherë, do të kurti ku ka pas shumë alet, ju ka desh me sa 3 numra. Prandaj nuk është mirë me boks sot të korrigjohet gabimin e mbrëmshëm, tha se nuk kam pengesën, por që unë mendoj që meritat i shkojnë një organizim i LDK ka qenë shumë mirë organizuar në fushat, ka qenë më herët sa parti tjera, si përcaktuar më qartë orientimet, dhe vull ishte kyçja e avëndshme e zotit Limaj në përkrajet e PDK-s, sepse nëse e marrin mend, për 7-10 ditë fushata ka qenë Albin Vjus. Kjo ka qenë fushata në fillim. Më shumë e koncentruar. Zoja Osmani e bani dhe një para fushatë, një fartur, pikërisht po thonë ato tu falenderuese pat. Ndërsa të Partia Demokratike e Kosovës, kjo tregon një shqetësim se si partia më e madhe opozitore nuk din me lexu rezultatin. Pse besoni se nuk di ta lexoj rezultatin? Sepse 4 parë zgjedhje humbën brenda një viti. Dhe prapë me të njëjtin garnitur, me të njëjtin ekip, me të njëjtin garnitur njerëz do me fitu.